Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'du wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezëni, në javën e kaluar u munduam të shpjegojmë hadithin e Xhibrilit, hadith që Allahu xhallashanuhu e dërgoi Xhibrilin te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ishte ulur me shokët e tij dhe ja bëri disa pyetje për të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj. Përveç kur e pyeti se kur do të ndodh kiameti, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: as pyetësi nuk është me i dishëm se saj që është i pyetur. Do thotë as te Xhibril nuk keni hori rreth ndodhisë kohës kur do të ndodh, as unë që më ke pyet. Kena arrit të besimi në ditën e gjykimit. Vëllazëni, besimi në ditën e gjykimit është një pikë që ka nevojë në vendin tonë me bisedu shumë. Pse? Për arsye që populli nuk besojnë që do të ketë ditë gjykimit. Nuk besojnë që do të ketë jetë pas kësaj jete. Thom si hoxh, si studius, Allahu xhallashanuhu është i drejtë, i gjithë mëshirshëm, mëshirues. Allahu i ka cilësitë më të larta, emrat më të bukur. Me i bisedu me këta persona që nuk besojnë botën tjetër, këtë temë, do të kishë qenë shumë padrejtësi, runa Zot. Sikur të kish pas vetëm këtë botë dhe mos kish pas një botë tjetër që njerëzit do të shpërblehen për të mirat që i kanë bërë gjatë jetës. Mirë, po ato të mira që janë shpërblyer nga Zoti kanë qenë të përkohshme, dhe do të dëshkohen ata të cilët kanë bërë krime mbi sipërfaqen e tokës, edhe nëse janë dëshkuar këtë botë. Dhe se na dim, shumica njerëzve të mirë, me veprat e mira që e kanë bërë për familjen, për veten, për popullin, për shoqërinë, për njerëzimin, ndoshta nuk kanë marrë asnjë falënderim nga njerëzit, nga familjarët e tij, e mos flasim ndonjë të mirë, të prekshme gjatë jetës tij. Dhe sa tek e qind që shumica e njerëzimit, siç është thënë Zoti në Kur'an, ose siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet e tij të sakta, sado që janë ndëshkuar ndonjë prej tyre, kishën e padrejtë që ata mos ta morin dënimin e merituar nga ana e Zotit për shkak krimeve që kanë bërë sipërfaqen e tokës. Ne kemi përjetuar, jemi disa gjenerata, një pjesë këtu që jemi prezant, ata të cilët ndëgjojnë. Ata që kanë bërë krime në vendin tonë, shtetet fqinje, të vllazërit tonë, besimtar. Pjesëmarrës në krim kanë qenë me mia vetë. Dërsa deri sot disa vete janë gjykuar për shkak krimeve që i kanë bërë ndaj popullit shqiptar, ndaj popullit musliman bosnjak në Bosnë, dhe nuk e kanë marrë. Mos flasim për krimet e njerëzve gjatë historisë njerëzimit. E pra dita e gjykimit është ajo ditë ndarëse mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Të mirat shpërblehen me të mirat që i ka përgatitur Zoti. Dhe ajo që neve na bën me vazhdu dhe mos mundal. Pas besimit në Zotin xhallashanuhu, pas besimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pas besimit në fenë islame është se ne kemi Zot i cili do merr hak për ne ndaj atyre që na kanë bërë padrejtësi dhe do na shpërblen neve për të mirat që i kemi bërë për hir të Zotit xhallashanuhu. Ajo që ndon botën tonë dhe botën tjetër është vdekja. Do të thotë derisa ne jemi gjallë, vazhdojmë me jetu. Çdo njeri i cili vdek, për to është një kiamet i vogël. Për arsye që ai ka kalu prej kësaj bote, që bota e veprimit, punimit, në botën tjetër që e pret runa Zot, ndëshkimin apo e pret shpërblimin nga Allahu xhallashanuhu.
Edhe bota tjetër është ndonë në dy pjesë. Pjesa e parë është ne jetojmë me të vdekur këtë botë. Dallon bota jonë prej botës tyre, për arsye se ata janë varreza, duke jetuar në barzakh, e ne jemi gjallë duke jetuar mbi sipërfaqen e tokës. Do thotë këtë botë i shohim dy botë. Botën e të vdekurve, që janë me dekada, me vite, edhe botën e gjallë që jemi ne. Për ne është botë e gjallë, bota e parë, për ta është bota pas vdekjes, e cila është ndonë në dy pjesë. Jeta në barzakh në varreza. Besimtarët jetën varreza e kalojnë sipas haditheve kohë e shkurt prej ikindis deri në akşam. Aq do i duket besimtarëve në varreza. Edhe besimtarët shpërblehen sipas mundit që ne kanë bërë këtë dynje, duke u varë shpirtrat e besimtarëve në qafat e zogjve, të cilët do të thojnë në për të mirat e Zotit, në për xhenet, që do i shijojnë dhe ata do i përjetojnë. Për arsye që shijim do i shijojnë zësht, ndërsa ata do i përjetojnë të mirat që Allah xhaleshan ka përgatitur për ta. Përveç shahidit, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi shpirti i shahidit vendoset direkt në Zot dhe i shijon të mirat prej botës që është në barzakh, bota varrezave. Pastaj pas botës varrezave fillon do të thotë bota e përjetshme, që është ose shpërblim për gjithmonë, ose ndeshkim për besimtarët që kanë mëkate, mirë po duhet pastru në botën tjetër, duke u futur në xhenem, Allah e na ruaj neve dhe juve, dhe gjithë ata që kanë dëshmuar la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, apo pa besimtarët të cilët Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelaluhu do i ndeshkon përjetësisht. Jo që Allahu dëshiron me ndeshku. Mirë po për shkak mosbesimit edhe të krijimit tyre që kanë bërë sa kanë qenë gjallë. Besimi në botën tjetër është besim që duhet me besu secili se kemi murin gjallë. Pa besimtarët po tallën me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka thirrë në besim, kur i ka treguar që do të ketë xhenet, do të ketë xhenem, kanë marrë jashtë edhe kanë shkuar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që mutathet ky përsëri, do të bëhet trup njëri që ka qenë. Allah xhaleshan ndihmon dhe thot edhe majt e gishtrinëve do t'i keni të njëjtë. Apo folë për një kohë vllazni që nuk ka pas to mjetet sodit që mund të vërtetojnë që shenjat e gishtëve të mi nuk janë si shenjat e juve. Allah xhaleshan po bën përshkrim përpikt, se jo vetëm që do të rikthej krijimin e juve, mirë po edhe majt e gishtrinëve, që po folën për shekullin e 7 diellor, do të jenë të njëjtë. Dhe sot një pabesimtar, në qoftë se lexon vetëm çita ajet, do të më besu se kjo fjalë është për Zotin xhaleshanu. Dhe njerëzit kur të ngjallen, është ditë e gjatë, presin llogarin nga Zoti xhaleshanu, përshimin e veprave, kalimi mbi urën e siratit, futje në xhenet apo në xhenem. E ditë, me të vërtetë është ditë shqetësuese edhe për profetët e Zotit xhaleshanu, dhe njerëzit po presin me fillu gjykimin nga Allahu xhaleshanu, po shkojnë te baba i njerëzimit Ademi alayhis salam, pastaj pejgamber pas pejgamber po i kërkojnë që të shkon tek Zoti xhaleshanu të ndërmjetëson që të filloj me gjykimin. Secili pejgamber i përmend arsyet e tina, derisa të shkojnë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thotë unë jam për të. Dhe i bjen Allahu në sejdë, dhe Allahu xhaleshanuhu e frymëzon me lavdrime me të cilat thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kam lavdruar Zotin më herët. Dhe fillon gjykimi, dhe njerëzit do kenë diellin 1 milë mbi sipërfaqen e tokës, ku do të ringjallemi, mirë po 7 lloj njerëz do të jenë të rahatuar për shkak besimit që kanë pas dhe veprave që kanë zbukuruar besimin e tyre.
E pra ajo që e nxis çdo djalë të ri që u martu, çdo vajzë e re që u martu, që t'i edukon fëmijët që t'jenë prej atyre të se do ta fitojnë atë komoditet në atë ditë të gjatë. E prej ty vash shabu neshe ala atati, la një djalë i ri i cili është rrit duke adhuru Zotit xhaleshano, duke respektuar Zotin xhaleshano. O rajulun qalbu muallaqun bil masajid, dhe një njeri zemra e cilit është e lidhur me xhami. O rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, edhe një njeri si ka dhënë sadak, para nuk po thot pejgamberi ka dhënë sadaka. Një. Mi po fa akhfaha e kam sheh. Ajo sadak mund të më ka vllazni edhe një shishe ujë që kushton ndoshta dhe është mundësit e gjithë neve me e ble dhe me adhon dikujna për Allahun xhaleshanu. O rajulani tahaba fillah, dhe dy vetë që ndosh për Allahun xhaleshanu. Do dashnia mes tyve dyve është për Allah. Nuk është do thot për një interes dynjes. Dhe një njeri i cili e kujton Allahun xhaleshanu vetëm edhe i rrjedhin lotët. Vetëm, dho, bun, në udhtim, i kujton të mirat e Zotit, i kujton shokët që të rrethojnë rreth jetës tij dhe kujton që ka mujt më konë si ta dhe më i kes si ta. E kujton ajo vajzë shoqet e veta, lagjës, qytetit, ka mujt me qenë si ato dhe ndoshta edhe më keq si ato. Nga mirësia, nga frika, nga respekti për Zotin i rrjedhin lot. Dhe një njeri që më të vërtetë sot sprovohen rinia, që e thirr një vajzë, një grua, e cila është edhe e bukur, edhe ka pozitë. Për me bo marrëdhënie haram. Dhe ato nuk e pengon që i friksohet për familjes saj, nëse është martuar me bashkëtorët e saj, nëse janë me një punë për shefit saj, mi pa ajo që e pengon frika ndaj Zotit xhaleshon që ka. Dhe e para që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është një pris i drejtë. Ka thonë dietar pse ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prisin e drejtë, ka thonë se me drejtsinë e tij përfiton i tërë populli. Pra të lutim Zotin xhaleshanu që të mundohemi dhe të përgatitemi për këtë ditë. Mundohemi dhe të përgatitemi për këtë ditë. Kjo ditë ka nevojë të shpjegohet në ligjëratat e tëra. Duke nis nga peshimi i veprave, duke nis nga ura siratit, dhe çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke nis për përshkrimin e xhenetit, duke nis për përshkrimin e xhehenemit, ku së shpejti, lut Zotin xhaleshanu të ribotohet përsëri vdekja, xheneti, xhehenemi, autor që është hoxha i nderuar Ali ibn Hasan al-Halabi, nxënës e Sheikh Albanit, që është përkthy në gjuhën tonë, është botuar dhe pritet më botu për herë të dytë, ku ka dhënë Zoti xhaleshanu, edhe ne kemi dhënë një mund të vogël, një sakrificë të vogël për përkthimin që me të vërtet ka nevojë secili nga ne ta lexoj atë libër për kujtuese shumë herë. Për arsye që kur ta lexojmë për vdekjen, përgatitim për të, aty ka dhe rregulla, këshilla se si çka duhet vepru me personin që u ka niset për botën tjetër, ç'është duhet me përkujtu për shahadetin, ç'është me qenë durimtar, ç'është duhet me qenë, do thot bashkëpunëtor rreth njeriu që ka nevojën nga të shëndoshit, të afërmit, pastaj një përshkrim të thjesht, të mirë, të shkurt, për me i pa të mirat që Allah xhaleshani ka përgatitur për xhenetlit, dhe Allah xhaleshani kur ka përmend xhenetin, ka thonë ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, për arsye që Allah kur nuk e ka përmend besimin pa vepra të mirë. Do thotë janë të pandara. Kjo është një këshill për ata që i kemi rreth vetes, nga familjarë, nga shokë, që thonë, "Hoxh, unë jam besimtar." Nuk ka mundësi me thonë dikush unë jam besimtar pa vepër. Sikur me thonë dikush unë jam nxënës i mirë, as nuk lexon, as nuk mëson, as nuk përgjigjet në detyrat e tina, apo jam punëtor i mirë, rrin ton ditën e gatë në shtëpi. Nuk del me fitu riskin halal, me shpenzu halal, do thotë Allahu xhaleshanu kur ka bërë përshkrimin e xhenetit ka thonë për ata që kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira. Pastaj
po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasimi në kaderin e Allahut dhe kaderi ka disa shkallë. Caktimi që me të vërtetë vllazni kur ndodhen disa gjëra, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadmati al-ula. Dorimi është në goditjen e parë. Këtë fjalë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kaluar pranë një gruaje e cila ka qenë duke vajtuar pranë varrit të burrit apo të vllavt të saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë isbiri, bon sabër. Ai nuk e ka njoftë. I ka thënë alejka anni, ka thënë largo nga unë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka po në atë gjendje, e ka po se nuk mundet me perceptu këshillën e tij, u largu. I në afru sahabët, i ka thonë ai i cili të këshillesh te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkoi u arsyetu te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thotë sabri, durimi është në goditjen e parë. Sabri, durimi është në goditjen e parë. Sendet që na ndodhin, duhet me ditë që janë prej Allahu xhaleshano. Kaderi, shkolla por është dituria e hershme e Allahu xhaleshano, e cila përfshin çdo gjë që do të ndodhë. Allahu xhaleshano është i gjithdijshëm. E dyta, shkrimi çdo gjë që do të ndodhë, që Allahu xhaleshano ka shkruar në librin Lauhul Mahfuz 50.000 vjet para se Allah të krijonte qiellin dhe tokën. E treta, vullneti dhe dëshira e Allahut për çdo send që do të ndodhë. Vllazni asnjë një send nuk ka mundësi me ndodh pa vullnetin dhe dëshirën e Allahut xhaleshano. Shembull me ilustru, 2 vjet martohen hindonër për tjetër natë. Kanë në sebepet që me pas fëmijë i morin 2 familjet. 2 vllazë mund më kanë, që është traditë na kanë martu me 2 motra. Njëri me pas fëmijë, tjetri mos pas fëmijë. Vullneti i Zotit. 2 vjet punojnë, njëjtën punë, njëjtën orë e miellin, e kanë vetëm kufinë që ndan, i kanë ble farat e njëjta, e kanë bë punën e njëjtë, i kanë imu ky atina, njëri ka prodhim, tjetri nuk ka prodhim. Do çdo send që ndodh prej të mira, edhe prej të këqija, duhet me ditë se ndodh me vullnetin e Zotit xhaleshano. E katërta, krijimi çdo gjë me vullnetin e Allahut që është në përputhje të plot me atë që Allahu di, të cilat i ka shkruar dhe ka dashur ekzistencën e tyre. Ndaj kërkohet që të besojmë në këto që përmenden, duke pasur në mendje se çfarë do Allahu patjetër që ajo do të ekzistojë, ndërsa atë që nuk e do Allahu kurrë nuk mund të ekzistojë. Kjo është në përputhje të plot me fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ka thënë: "Dije se ajo që nuk të ka goditur, nuk të ka ndodhur, nuk do të mund të ndodhte. Ndërsa ajo që të ka goditur nuk ka qenë e mundur që të mos të godiste." Që do të vjen hadithi 19 inshallah, që do të flasim më gjashtësisht. Pastaj pyet Xhibrili Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me trego për ihsanin. Ihsani është shkolla më e lartë e besimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot: "An ta'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Të adhurosh Allahun në atë formë sikur ti je duke pa Zotin xhaleshano. Thot edhe pse ti nuk e sheh, kjo është e këshilla. Dije se Zoti ju ka sheh. Dije se Allahu xhaleshano ka sheh. Vllazni, që kjo largim nga njëherë nga mendjet tona, që unë mujmë të veproj në një vepër, sidomos të gjënohet. Harrojmi që mundë me qena lërë syve të familjarëve, lërë syve të shokëve, në vetëmi në dhomë, që të mos tash me rritin e standarteve, ka dhe Zoti xhaleshano, një pjesë e madhe e djemë dhe vajza i kanë dhomat e veta. Prindi ka desht që me pas dhomën për vete, dhomën për vajzën, dhomën për djalin, apo për sësit një fëmijë ka një dhomë. Edhe njëri këtë është i pamartum, mirë po ka herë njëri mundet më shku, edhe në dhomë, para se më shpërnda familjar për me fjetë, edhe në kohën e sotit, kemi nevojë me kujtu që Allahu na shikon më shumë se në kohët e kalume. Vllazni, kohën e kalume, nuk kemi pas mundësi me bë gjënohë sa kemi mundësi sot me pas. Kohën e kalume, ka qenë një televizion, ku kanë pa e tërë familja.
kohën e kaluar nuk ka pas secili fëmijë me pas një ekran që mundën me pa halalin edhe haramin. Mundën me lexu halalin edhe haramin. Mundën me ndëgju halalin edhe haramin. Shpirti nuk nxit ka halali. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot Allahum kam nimu mu se e gjini jem me ra shahadet me pranur islamin që mos me na pengu që na pengon neve. Do thot kur ne vetmohemi do të me kujtu këtë fjalë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që edhe ne pse nuk kemi duke pa Allahun xhaleshanuhu, Allahu është duke na parë neve. Kur ne kemi qitë ndjen që Allahu ka na sheh, atëherë ne ku jemi në vetmi i bojmë veprat më mirë sa ku jemi në publik. Pra të namazi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili bëhet fshehtas në vetmi, ka sevap më të madh se si namaz që bëhet në xhami, sipas një transmetimi deri në 50 herë. Dhe 2 rekate që i falën vetmi, vetëm, dhomën tonë, punën tonë, jashtë, dikon ku nuk të sheh askush tjetër përpos Zotit xhaleshanu, dhe ti atë namaz, kur e zgjat leximin, e zgjat rukun, e zgjat sejdën, je ka bën për Zotin për arsye që je ka ditë që ty nuk u ka të sheh askush. Është më i vlefshëm se sa një namaz i cili bëhet në prezencë njerëzve, edhe pse ti gjithmonë duhet me pas në mendjen tonë, në besimin tonë, që e ka bën për Zotin e jo për syfaqësi. E kjo gradë e ihsanit, më të vërtet njerëzit sot, duhet të mundohen dhe ta bindin veten. Unë jam nën mbikëqyrjen e Zotit xhaleshanu. Allahu ka vendosur me lajket që i shkruajnë veprat e mira dhe veprat e liga. Veprat e mira, Allahu xhaleshanu gjithmonë fillon nga numri 10, e dini gjithë. Ndërsa veprat e këqija fillon nga numri 1. Allahu xhaleshanu veprën e mirë, kur është shkruar 10, veprën e keqe i thot me lajke prit në robën tim 6 orë mos po pendohet. Po ne e mundësi që veprën e keqe mos më shfillu më njëherë shënimi. Në qoftë se ne nuk pendohemi gjatë 6 orëve, Allahu xhaleshanu i urdhëron me lajkeve që shkruajeni robën tim vetëm 1 mekat. Atëherë, ne e dim që Allahu xhaleshanu të mirat i shumëfishon deri në 700 fish për dikon dhe më shumë. Sipas hadithit saktë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se nalem dhe i këshyrim, qësh pas kanë mundësi, qëto numra 1, me qenë botën tjetër, që folën për ditë gjykimin disa fjalë të pakta, me peshu me shumë se veprat e mira, atër me të vërtet, ka nevojë me pas mendjen tonë ihsanin, që është bamirësia, shkalla me e lartë e besimit në trupat tonë, që Allahu është duke na shiku. Se pra dietar kanë thonë, gjënohet në kohën el khalawat i bjen kur është një vetmi. Janë më të rrezikshme dhe më të shumta dhe më prezente në kohën se ne ka jetojmë sot. Ti nuk e di se ku të qosh mëngjes, në qoftë se ke një program që ti qet gjënat e ditës të premte që ka qenë dia e xumo, mëngjesin e ditës shtunë, do isha habit se cilë me vetën tonë, për arsye se qëta nishat, ne kanë bo më shumë si shto veprat e mira. Dhe kjo kur njeri e hum kujdesin për mbrojtjen e vetvetes nga punë të këqija. Pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me trego kur do të ndodhë dita e Kiametit. Po pyet Xhibrili. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pyeturi nuk ka një hëri më shumë se ai që pyet. As tonë nuk di, as të nuk e din. Atëherë, Gjibrili për i thëtë, Allah i madhruar është i vetmi që e di se kur dhe të ndodhë Kiameti. Pra ndaj dite se kur dhe të ndodhë, dita gjykimit nuk e di askush tjetër përveç Allahut. Allah i madhruar në librin e tij thëtë, s'ka dyshim se vetëm Allahu e di se kur dhe të ndodhë Kiameti. Ai e di kur e lëshon shiun dhe ai di se çka ka në mitra. Askush nuk e di përveç tij se çfarë mund të ndodhë nesër dhe se kur do të vdes.
Allahu është i dishmi me i njohuri. Surat Luqman ajeti 34. Gjithashtu thot Allahu xhaleshanu, çelçat e fshehësisë janë vetëm tek ai dhe atë fshehësi nuk e di askush përveç tij. Sura An-Naml ajeti 50. Një nga këta çelça është edhe dita e gjykimit, argument për këtë është hadithi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çelçat e fshehësisë janë 5. Me pas e lexoj ajetin e surës Luqman, të cilën dëgjuam pak më herë. Allahu po i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të pyesin ty Muhammed për kiametin se kur do të ndodh. Thuaj atë e di vetëm Zoti im dhe momentin e tij askush nuk mund ta zbuloj përveç tij. Është transmetuar vllazni se kiameti do të ndodh ditën e xumë. Në çfarë viti? Në çfarë muaji? Apo në cilën xumë të muajit nuk e di askush tjetër përveç Allahu xhaleshanu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dita më e mirë në cilën lind dielli është dita e xumë. Në këtë ditë u krijua Ademi, në këtë ditë zbriti nga xheneti në tokë, në këtë ditë ju pranua pendimi, në këtë ditë ka ndërruar jetë dhe në këtë ditë do të bëhet kiameti. Tash të vjen një fjalë edhe më interesante se ajo që kaloi. Nuk ka asnjë kafsh që të mos friksohet ditën e xumës që nga koha kur hyn mëngjesi e deri në lindjen e diellit. Nga frika se mos ndodh kiameti me përjashtim të njerëzve dhe gjinëve që nuk friksohen. Të cilët janë të vetmit që nuk friksohen, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është i saktë ka transmetuar Ebi Davudi në Sahih. Ky hadith është i saktë dhe burrat që kanë transmetuar sinxhin e tij e kanë transmetuar në 6 libra të hadithit. Duke përjashtuar Ka'nebiun, për të cilët nuk ka transmetuar askush me përjashtim të Ibn Majahs. Fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i pyetur nuk ka njohuri më shumë sa e pyet, do të thotë se krijesat nuk e dinë kur do të ndodh kiameti. Dhe çdo njeri që pyet apo pyetet ndodhet në të njëjtën gradë njohurisht. Dhe kurse si nuk kanë si ta dinë të fshehtën e saj. Atëherë Xhibrili kur e tregoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që edhe ti që po pyet, edhe unë që po pyetna, nuk kemi njohuri, po i pyet thot atëherë më trego për shenjat që lajmërojnë afrimin e saj. Shenjat që lajmërojnë afrimin e saj. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thot, do të ndodh atëherë kur robresha të lind zotrinë e saj. Dhe kur të shikosh barit e varfër, të zbathur e të leckosur, të cilët ndërtojnë ndërtesa të larta. Shenjat e kiametit vllazni ndohen dy grupe. Grupi i parë janë shenjat që janë shumë afër kiametit, që janë lindja e diellit nga perëndimi, që janë shenjat e mëdha që i kanë dhënë dietar, shenjat e vogla edhe shenjat e mëdha. Për shenjave të mëdha është lindja e diellit nga perëndimi, dalja e Dejjallit, dalja e Yejujve dhe Mejujve, zbritja e Isait alayhis salam. Dërsa në grupin e dytë janë shenjat e vogla që janë të shumta, që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që lut Zotin xhaleshanu ndonjëherë me ju dhe me vllaznitë e tjerë ta lexojmë librin që fol për Ashratu Sa'a, për shenjat e kiametit. Shenjat e kiametit që janë nga shenjat e vogla, dietarët e fesë islame kanë thonë, nuk ka mbetur nga to vetëm se të gjitha janë shfaq. Edhe këto dy shenja që i ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të se do të ndërtojnë ndërtesa të larta, i kemi ndëgju që një popull që kanë qenë endacak, që kanë jetu një pjesë e madhe e tyre, jo të gjithë, por një pjesë e madhe e tyre, që janë arabët, që kanë jetu duke udhëtuar aty ku ka pas ushqim për kafshët e tyre, dhe ujë për kafshët e tyre, sot garojnë njëri me tjetrin se cilin nga ta do ketë ndërtesën më të lartë. Kjo shenjë, musliman dhe musliman, jënë pajtimit që kjo shenjë u shfaq atë që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vllazni kur këtë fjalë kur ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pjesa e madhe e tyre kanë jetuar në shtëpia nikat. Askush nuk e ka pas parafërsisht një pakicë shumë e vogël kanë pas një shtëpi me dy kat. Për aty shtëpia që tregon historia që kanë qenë dy kat, tregohet se ka qenë shtëpia e Abu Ayyub al-Ansari që u shku vendos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do vendos në katin e parë, pastaj
ka ndodhur një ndodhi kur shtyn një enë dhe nga frika që nuk kanë pas këto izolime që kemi ne, që i ndojnë katët me kate, kanë kërku nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të ngritën në katin e dytë për shkak se kanë pas frikë që mos po pikon nga uji apo qumshti mbi trupin e tij. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedh katin e parë për shkak lehtësisë takimit njerëzve me ta dhe ai me ta. Mi po kur ka pa gulmin e bujubël ansarit që ai ngjitet ngritet në katin e dytë, u shpendos. Do kjo që përmendet e vetmja shtëpi në Medinë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që i ka pas 2 kat. Nësa sot fatkeqësisht i kemi shtëpia mbi 4 anët e botës që jo 2 kat, po kanë arrit me qindra kat mbi sipërfaqen e tokës që e kanë bërë pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa pjesa tjetër që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndodhë atëherë kur robreshat e linë zotrinë e saj. Vllazni, dietarët kanë dhënë disa mendime. Për mendimet që i kanë dhënë është që fëmijët nuk i respektojnë prindërit e tyre. Jo dhe na jeni dëshmitar për jetimit kësaj jetese mes fëmijëve dhe prindërve të tyre. I shohim tregjet tona, i shohim në rrugët tona, i shohim në jetën tonë të përditshme. Kur hen fëmija në shtëpi, hen sikur të jetë kthyer nga lufta e tretë botërore. I mrolur, i mërzitur, i drejton fjalët ndaj nanës sikur ta kishte robëresh të kohës mes jetën në shtëpinë saj. A ma ke përgatitur ushqimin? A mi ke përgatitur rrobat? A ma ke bërë këtë gati? A ma ke bërë atë gati? Apo, kanë thonë dietar, shtohen gratë të se do të mbesin pa burra dhe do të bëhen robresha në formën reale. Dhe do martohen me zotëritë e tyre dhe do lindin fëmijë. Dhe fëmija do fiton lirin për arsye që ka lind nga një njeri i lirë. Ku lusim Zotin që lësha mos ta përjetojmë atë përjetim. Që nanat tona, gratë tona, motrat tona të mbesin pa ne. A do vjen? Do vjen. Për arsye që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që prej shajave të kiametit që janë të vogla, do vjen një kohë ku do të jenë 30 gra dhe do të jetë një burr në mesin e tyre. Për shkak luftrave të mëdha që do të ndodhin në të ardhmen. Ku lusim Zotin që lëshon mos t'i përjetojmë as na, as familjar ton, për arsye që kemi përjetuar mjaftueshëm. Ku lusim Zotin që lëshon ata që të kanë ndruar jetë, me pranuar i madh i Zot, dëshmor tek ai. Pas këtyre pyetjeve, Xhibrili u largu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha shokëve të tina, ai ishte Xhibrili, erdhi t'ju mësoj fenë juaj. Këtë ngjarje, këtë hadith të madh, me të vërtetë ka shumë dobi. Prej dobive që janë këtë hadith vllazni, njeriu që pyet për të mësuar mund të pyes edhe për të përfituar të tjerët. Kështu që ai mund të pyes për diçka që ka njohuri për të me qëllim që njerëzit të dëgjojnë përgjigjen. Vllazni për pyetje më të dobishme që mund t'i bën një pyetës. Është për arsye që ju i nini nevojat e juve më mirë se një hoxh, për arsye që ju me lirshëm shprehi mes veti, i tregoni nevojat e juve, i tregoni shqetësimet e juve dhe e dini cilësinë e besimit, cilësinë e veprave për një tjetër më shumë se ka mundësi me ditë një hoxh dhe me prek në pikën e dobët përmirësimit gjendjes juve. Xhibrilin Allah xhaleshon ka dërguar nga qielli në tokë me taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja bë ato pyetje, e ka ditë përgjigjen përveç kur do ndodh kiameti, për me mësu sahabët. Për atë njeriu kur dit një hoxh që ka ardhur në shtëpinë e tyre apo në ndaj me familjarët e tina, do të më përgatitje që më i bë disa pyetje,
edhe pse e din përgjigjen për të mirën e familjarëve tyve. Ne folëm për ditën e gjykimit, e din se dikush nga familjarët e tij nuk beson për botën tjetër. Folëm në derset e kaluar për dëshminë që nuk meriton madhuru as kur tjetër më të drejtë pas Allahun xhaleshanu. E din se dikush nga familjarët e tij ka bestytni, ka idhujtari. Kërkon me spjegu se çka është besimi i pastër në Zotin xhaleshanu. Dhe cili është rezultati i atij që beson pastër dhe cili është rezultati i atij që e ka të përzim besimin e tij. Ka njeri që e din që familja e tij e lëshon gjuhën e tij dhe nuk e din që gjuha është një prej dy sebepeve që më shumë do të futen njerëzit në zjarrin e xhenemit. Bën pyetje që me ruaj gjuhën. Bën pyetje tjera, ka familjar pasanik të cilët nuk japin zakatin. Do të bën pyetje edhe në qoftë se i din përgjigjet e tyre për të përfituar familjarët e tij, për të përfituar shokët e tij. Në dy, nga hadithi kuptojmë që me lajket mund personifikohen në formën e njerëzve. Ç'është është personifikuar Xhibrili që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka njoft, mi po sahabët që kanë qenë prezent aty nuk e kanë njoft Xhibrilin derisa ju ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ky është Xhibrili ka ardhur për më mësu feni juve. Pasqyrohet disa norma nxënësit para mësuesit. E shohim se Xhibrili vjen, afrohet te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i vendos gjunjët e tij afër gjunjët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe i vendos duart mbi gjunjët sikur një person që ka nevojë, në formë respekti, në formë të mirë, të butë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për dobive tjera është që kur Islami dhe imani vijnë të rënditura, atëherë Islam komentohet me gjëra të dukshme të njeriu, ndërsa imani me gjëra të fshehta. Për arsye që shtyllat e imanit janë besimi në Zotit është mendë. Me lajke nuk e besojmë. Dërgum i besojmë, librat i besojmë. Ditën e gjykimit e besojmë, caktimin e besojmë. Do të janë shenja të cilat ne nuk mundi shfaqim. Janë të mbrëmshme, ndërsa shtyllat e Islamit janë haptas. Ne nuk mundum me mshef namazin. Për arsye që namazi falet vetmas, falet në xhami, nuk mundum me mshef agjërimin. Edhe pse është mes neve dhe Zotit xhaleshano. Mirë po, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush ju fton për me ngren, tregoni se jam agjërueshëm. Sidomos këto ditë që jemi muajin e Dhulhijhes, ku disa prej vllaznive mundohen mu afru te Zoti xhaleshanu me agjërim. Dhe njerëzit nuk i shkon në mendje se dikush është agjërueshëm, i thotë apo vjen për drejt, apo vjen ta pim një kafe, ta pim një çaj, dhe nuk do të më thonë këtu që nëse i tregoj atina, po prishin jetën. Jo. Për punë që mos me lëndu, mos me hap derë djallit mallkuar, pse kur më ftoi, nashti s'ka ftu me vite, mirë po ka pas dëshirë me të ftu atë ditë. Nuk u foli për ditën e Arafatit, se ditën e Arafatit nuk bën me ftu askush, askënd. Që besimtarët do të me fitu atë shpërblim që Zoti e ka lënë për secilin prej neve. Shtyllat e Islamit janë haptas që muslimanët i bajnë. Disa janë ditore, që është namazi, disa janë një herë në vit, nëse janë plotsu mundësi që është zakati, agjërimi një muaj në vit, ndërsa haxhi një herë në jetë. Që muslimanët e bajnë. Do të fillojmë me gjërat më të rëndësishme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur filloi me fol për Islamin, filloi me gjërat më të rëndësishme në Islam, që është shahadeti. Vllazni, çdo vepër pa shahadet nuk është e pranuar. Nëse shahadeti është në rregull, është për Zotin xhaleshanu dhe veprat janë për Zotin xhaleshanu, atëherë Allahu xhaleshanu i përshon në ditën e gjykimit. Për arsye që Allahu xhaleshanu pa besimtarët se të bëjnë mbi sipërfaqen e tokës vepra të mira të panumërta. Pse në ditën e gjykimit do t'i bohen hi e pluhun? Për arsye që me peshu ato në peshorën e Zotit do të me qenë pas besimit. Mirë, për shkak që nuk kanë besu, nuk do të kenë vlerë, për arsye që ato nuk janë bë për Zotin xhaleshanu. Tek arabët ka qenë një bamirë shumë i madh. Sa thuhet ka ndërtu vende që udhëtarët i kanë pa nga larg në përshkretin,
dhe i ka vendos mbi sipërfaqen e tokës dhe ka vendos shkallë për ma arrit udhëtari me mor ushqim edhe ujë, me plotsu rrugën, mirë po kur pyet Aisha radiallahu anha, për këtë njeri, thot ku do të jetë në botën tjetër? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë do të jetë në zjarrin e xhenemit. Ky njihet si bamirësi më i madh në historitë arabe. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë person thot nuk ka thonë një herë gjatë jetës tij o Zot më fal. Pastaj s'ka besu. Do thot s'ka besu, pra do të jetë përfundimi i tij. Shtyllat e Islamit janë 5 dhe shtyllat e imanit janë 6. Pse përfitojmë nga shtyllat e Islamit që janë 5? Për arsye se disa të tjerë janë mundu me i shtu shtyllat e Islamit, disa kanë futur si shtyllë 6 të Islamit, thirrjen e punëve të mira dhe ndalimin nga punët e këqija, disa të tjerë e kanë futur për shtyllat e fesë islame, si shtylla 6, xhihadin në rrugën e Allahut xhallahu xhanu. E kuptuam për këtë hadith dhe hadithet që do të vjen, që feja islame i ka 5 shtylla dhe nuk i ka 6 shtylla. Ndërsa imani i ka 6. Besimi, duke përfshirë 6 bazat e tij, përfshihet në besimin të fshehtën. Në hadith sqarohet ndryshimi ndërmjet islamit, imanit edhe ihsanit. Ihsani është shkalla më e lartë që lutim Zotin xhallahu të arrijmë të gjithë atë shkallë para se më vdek. Në hadith vërehet grada e lartë që gëzon ihsani, që më të vërtet është ajo pika përfundimtare që mundet të arrijë njeriu besimin e tij gjatë jetës. Koha se kur do të ndodh kiameti është një çështje për të cilën vetëm Allahu xhallashanuhu ka njohuri. Ne shpesh ndëgjojmë nga njerëzit që thonë filanit i kish ndodh kiameti. Kisha kiametin në shtëpinë e filanit, në rastin e ndonjë aksidenti, në rastin e vdekjes ndonjë fëmie, në rastin e djegës pasurisë, kështu më radh. Me po gjitha këto janë kiametet vogla duke futur edhe vdekjen, që është kiameti i parë i vogël që ndodh njeriu. Në hadith tregohen disa shenja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend këtë hadith 2 shenja për robëreshën që e lin zotrinë e saj, edhe për fukarat, beduinët, njerëzit të zbathur, të leckosur, të cilët garojnë në ndërtime të larta. Dhe ai që pyetet, dhe kjo është shumë e rëndësishme vëllazër. Ai që pyetet për diçka që nuk e di, do të thot Allahu e di më mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i Zotit. Pejgamber i Zotit, i ndihmuar me vahi, me shpallje prej Zotit. Pe pyet Xhibrili, nuk po thot nga mendja tina ka më ndodh, pse ka ditë që ka më ndodh ditën e xumë, e ka ditë ato shenjat e vogla të mëdha, mirë po nuk ka thonë që do të ndodh filan ditën. Shumë dietar janë mundu mbas shejave, cilat janë shfaq, sa ka pas për atyre që ka thonë ka më ndodh filan vitin. Mirë po, prej asaj kohë që e kanë caktuar ata, kanë kalu 8 shekuj, e ende nuk është shfaq një shenjë e madhe për shenjat e kiametit. Kur pyetemi për fejnë e Zotit xhallashanuhu, për çështje që nuk i dim, vllaznim se më përgjigje. Për arsye që nëse ti ki fol pa dije, ki fol në emër të Zotit xhallashanuhu. Nëse ti ki fol dhe runa Zotit ki bë halalin haram, apo haramin halal, çka do i thush Zotit xhallashanuhu? Pyetesh, nuk do të më thar top. Ka një njeri nga Afrika. E pyet Imam Malikun xhaminë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka qenë i dërguari i atij popullit. Edhe Imam Maliku ju ka përgjigj vetëm 3 pyetje. Dhe nuk ju ka përgjigj në pyetje tjera, që kanë qenë të shumta. 30 apo 40 pyetje. Ka thonë, çka më thon popullit tem ku të kthehena? Ka thonë thuj, Imam Maliki nuk e din. Me thjeshtësinë më të madhe, me modestinë më të madhe, në xhaminë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sot i ndëgjojmë në hoxhallar, sidomos në xhamia ku nuk e din që ne jemi hoxh. Vin disa vllazni para namazit, edhe i ka ndodhur çat ditë apo e ditë më herët, edhe i pyet besimtarin e parë që takohet me ta. Ja bën një pyetje. Edhe sheh këtë besimtar që pyetet, e jep përgjigjen pa mendu
Të paktën bile disa sekonda. Me përsërit ato që i kanë dëgju, me përsërit ato që i ka lexu. Pyetja ka qenë në rregull. Përgjigjja ka qenë jo një herë, po shumë herë personalisht kam dëgju përgjigje jashtëzakonisht të gabuara. Që ka pas për atyre përgjigje që gati kanë qenë dalin nga feja islame. Pra për pyetjen që pyetesh, nga familjar, nga rrethi, nga shok, që parasysh që din që e vetar, dhe ashtu që mundohem me sqaru në çdo takim, ata na konsiderojnë neve Kur'an edhe hadith sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata na konsiderojnë fe. Nëse nuk dim, i thojmë, nuk dim, dhe lutim Allahun xhallahu shanuhu, ashtu që ka porosit dhe ka thonë kur Rabbi zidni ilma, o Allah na shto diturin. Lutim Allahun xhallahu shanuhu na shto diturin. Zoti është për më të mirat e tij në dynjën e heret. Lutim Zotin që të vazhdojmë me hadithin e tretë në javën e ardhshëm, që do të jetë pas Bajramit, ku lutem Allahun xhallahu shanuhu me prit dhe me përcjell shumë herë Bajramin gjatë jetës tonë. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.